Drejtuesit e institucioneve tona, të cilëve ju vije në dispozicion automjete bashkë me shofer e nganjëherë edhe me bodyguard, e kanë kthyer në normalitet shfrytëzimin e tyre për nevojat të familjes. Në disa raste ne kemi denoncuar abuzimin që bëhet me makinat, karburantin dhe burimet njerëzore që paguhen nga taksat tona. Protagonistët e temave tona janë drejtues të rangjeve të ndryshme, që nga ish-ministra e jashtme Olta Gjaçka, e cila kishte vënë në dispozicion të nënës së saj notere një makinë të ministrisë, apo ish-drejtoria Ilirian Gard, e cila përcillte fëmijët për në shkollë me makinën e institucionit. Raste të ngjashme ka patur me shumicë, ku drejtor, kryetar të bashkive apo dhe ministrat e nisin ditën duke përcjell fëmijët në kopësht apo shkollë, në mosvet përmes shoqëruesve të tyre me rrok shteti. Kjo tendencë abuzimit me pushtetin kishte zënë rënje edhe në Bashkinë e Tiranës, ku vetë kryetari Erion Veliaj çonte çdo ditë në kopësht djalin e tij. Por ndoshta përdorimi i aseteve shtetërore në dispozicion të fëmijëve nuk përbën ndonjë çudi në këtë vend, ku shkelja e ligjit bëhet çdo ditë hapur. Problemi është se nganjëherë abuzimi kthehet në ves dhe nuk mjafton as sa tha më sipër, por zullumi duhet të kapërcejë çdo nivel dhe ai mjeti që shteti të ka vënë në dispozicion duket si i rringusht familjes. Prandaj duhet edhe një mjet tjetër shtetëror në dispozicion. Por le të bëhemi konkret. Është e hënë, datë 2 qershor 2025 dhe kjo autovetur e bardhë me targ AB 649 LD që po del nga një garazh në Kodrën e Diellit, është pronë e Bashkisë Tiranë. Shoferi në timon quhet Vladimir Kapaj, edhe ai punonjës si këtij institucioni. E ku qëndron problemi këtu? Për ta mësuar këtë, na duhet të bëjmë 3 kilometra deri në hyrjen e presidencës, ku nga mjeti zbret ky zotëri, i cili në realitet nuk ka spak lidhje as me shoferin dhe as me makinën e bardhë nga e cila zbriti. Zotëria në fjalë quhet Bledi Cikopana, punonjës i kabinetit të presidentit të Republikës. Me sa duket Bashkia e Tiranës, duke parë mungesën e mjeteve për stafin e presidencës, pas ka vendosur të kontribuojë me autovetura elektrike dhe me shofer në dispozicion të punonjësve të këtij institucioni. Në fakt jo, sepse për te ironisë, zoti Cikopana është bashkëshorti i kryetares aktuale të Bashkisë së Tiranës, zonjës Anuela Aristani, dhe kjo që sapo pat nuk është diçka që ndodh vetëm një ditë. Mjeti në fjalë është tërësisht në dispozicion të familjes së zonjës kryetare. Në garazhin në Kodrën e Diellit, dita nis herët, shoferit personal të zonjës Ristani i bashkohet edhe kolegu i tij, i cili ka një detyrë tepër të rëndësishme, të shoqërojë familjarët. Dy vartësit presin rreth 15 minuta, deri kur secili prej tyre niset në destinacionin e paracaktuar. Njëri me makinën ngjyrë gri me targ AB 338 OA në dispozicion të zonjës Ristani që lëviz drejt një destinacioni të cilin do ta zbulojmë pak më vonë, dhe tjetri që më përpara përcjell vajzën e saj në shkollë dhe më pas kthehet dhe merr bashkëshortin, zotin Cikopana. E gjithë kjo vajtje ardhje, mjetet të bardhës gjatë rreth një orë. Më pas makina parkohet tek bashkia në pritje të ndonjë pune të shpejtë për llogaritë të bashkisë, por jo për shumë kohë, sepse dreka vjen dhe familjarët e kryetarës duhen dërguar në shtëpi. Është e martë, datë 3 qershor 2025, makina e bardhë niset nga Kodra e Diellit, duke kryer me përpikmëri itinerarin e paracaktuar drejt presidencës. Zoti Cikopana zbret nga makina dhe shkon drejt zyrës. Në të njëjtën kohë, shoferi që ai ka në dispozicion largohet për të bërë ndonjë punë për të cilën paguhen nga taksat tona. Tani le të rikthehemi pak tek mjetin ngjyrë gri, me cilin lëviz kryetari Aristani. Këtu nuk do të kishim diçka të pazakont nëse çdo ditë në orën 8 të mëngjesit, qytetarja e parë e Tiranës të shkonte në zyrën e saj, me makinën e vënë në dispozicion sipas protokollit. Në realitet, itinerari është krejt i ndryshëm, sepse dita për zonjën Ristani nis jo në punë, por në palestër. Fundja shëndetin mbi të gjitha. Punët e Bashkinë e Tiranës po shkojnë aq mirë së fundmi sa edhe mund të presin. Ora shënon 9:10 minuta dhe kryetaria e bashkisë sapo ka dalë nga palestra. Tashmë me veshjen zyrtare, ajo drejtohet për në zyrë, atje ku e presin hallet e qytetarëve. Është dita e tretë e vëzhgimit ton. Mjeti i bardhë është i saksi një orë zviceriane, në të njëjtin vend merr bashkëshortin e kryetarës për ta çuar në punë. Thuajse në të njëjtën kohë, mjeti ngjyrë gri kryetarës mbërrin përpara palestrës. Duke se zonja Ristani po ndjek një program shumë të ngjeshur me ushtrime. Por le të kthehemi tek hyrja e presidencës, atje ku makina e bardhë sapo ka mbërritur.
Mirë mëngjes, zoti Cikopan, si jeni, sa komode janë lëvizjet me mjetet e transportit të bashkisë që drejton bashkëshortja juaj? Zoti Cikopan, e dini që po shkelin ligjin juve dhe zonja Kristani, do bani përgjegjësi për këtë. Ndryshoni ju lutem. Zoti Cikopana po shkeli ligjin, juve dhe zonja Ristani. Bashkëshorti i kryetarës ka preferuar heshtjen, ndërkohë që mjeti i bardh i drejtuar nga punonjësi i bashkisë Vladimir Kapaj është larguar menjëherë. Por ndoshta zonja kryetare mund të ketë mirësinë që të na sqarojë se pse një makinë e Bashkisë së Tiranës vihet tërësisht në dispozicion të burrit të saj, dhe pse ajo shkon çdo ditë një orë me vonesë në zyrë, pa ndonjë shkak që lidhet me punën që bën. Në fakt për këtë na u desh të prisnim edhe një orë tjetër, derisa ajo të dilte nga palestra. Zonja Ristani, mirëmëngjesi, e Don Kuçi nga Piranjat. Është ora 9:20, nuk duhet të ishit në punë, se palestra bëhet edhe në darkë. Mund të na i lini në dispozicion edhe neve një 2 ditë shoferin dhe makinën e bashkisë që keni vënë në dispozicion të bashkëshortit tuaj dhe familjes. Dëgjoj, ne këtë gjë do ta bëjmë të drejtë, sepse mund të na i thoni pak, mund të na i lini 2 ditë makinën e punës bashkë me shoferin. Dhe sa herë që ato të shkretit. Është vënë në shërbim të familjes tuaj. Ty kush të merr në mëngjes nga shtëpia? Ai mund të vit ju marr juve, po jo familjarët tuaj. Ty kush të merr në mëngjes nga shtëpia? Ti nuk i çof fëmijët në shkollë. Me sa kuptojmë, zonja kryetare nuk e ka s'pak idenë që ne punojmë në sektor privat dhe nuk paguhemi nga paratë e taksa paguesve. Prandaj dhe krahasimi i saj është tërësisht qesharak. Por kjo nuk e pengon as pak të këmbgul në teorinë e saj të padëgjuar. Ti sa orë punon? Po, patjetër, zonja Ristani, shumë bukur, ja dal pak më tej që të më kapësh edhe më mirë. Mund të na i lini 2 ditë edhe neve makinën siç ja keni lënë familjarëve tuaj. Zonja Ristani, e keni rast të freskët që nga ajo bashki mund të dilë edhe pa lavdi. Lavdin tregoja atyre që dërgojnë. Do të shme mua, hajde futu. Duhet t'ja paguajmë ne transportin bashkëshortit tuaj. Hajde, futu. Familjes, sekretarës së bashkisë së komanduar. Ka bëj me transparencë. Ty kush merr? Unë shkoj me transport publik. Edhe transporti, ja? Edhe bashkëshorti juaj mund të shkojë me transport publik ose me makinën e vet personale. Të paktën të gjeni një rrugë të mesme, zonja Ristani. Veti tjetri, juve të më ndiqni mua personalisht. Të paktën të gjeni një rrugë të mesme. Zonja Ristani, të paktën gjeni një rrugë të mesme që të përdorni makinën, të përdorni, po prishni fjalorin dhe po ofendoni. Shumë faleminderit, besoj na keni nxjerrë dhe mirë. Unë jam koshient sepse nuk kam shkelur ligjin. Unë nuk përdor makinat e institucionit tim për të shkuar në punë. Dhe kjo është e rëndë. Dhe kjo është e rëndë. Është e qartë që zonja Ristani ka humbur tërësisht arsyen, pa pranuar të përgjigjet për 2 pyetje të thjeshta. Pse shkon në palestër në orarin e punës? Dhe pse një makinë e Bashkisë Tiranë është në dispozicion të burrit të saj që punon në presidencë? Për këtë kërkuam të flasim edhe një herë më të. Kësaj radhe në dyert e bashkisë, ku me sa duket të njoftuar më parë, e prisnin një skuadër tërë policësh. Çfarë taksirati kanë qytetarët e Tiranës ti paguajnë transportin bashkëshortit tuaj? O zonjë, keni përdorur makinat. Zonjë, keni përdorur makinat e bashkisë për transportin personal të familjarëve tuaj. Unë nuk po ofendoj. Bashkëshorti juaj, zonjë, bashkëshorti që punon në presidencë, të paktën na thoni, zonjë, të paktën na thoni që ti bëjmë, zonjë. Taksat e qytetarëve, zonjë. Në kulmin e zemërimit, zonja Ristani na akuzon se po përndjekim fëmijën e saj. Ndërkohë që për hir të etikës kemi hequr çdo pamje që tregojnë përcjellje në shkollë të vajzës me makinën e bashkisë. Sidoqoftë ky është halli i saj dhe jo yni. Pse shkon bashkëshorti juaj me makinën e bashkisë në presidencë? Kjo është pyetja. Dhe është një pyetje shumë e thjeshtë. Zonjë, nëse do ke fëmijë, kur nuk ti lejoj që të përdor makinat e institucionit për qëllime personale. Përdorat makinën që parkohet aty. O zonjë, faleminderit shumë për gjithë këto epitete. Kur argumentat përplasen me mungesën e arsyes dhe të normave të edukatës, vazhdimi i këtij diskutimi me zonjën kryetare duket një mision tërësisht i pamundur. Por sidoqoftë, shpresojmë që kjo që sapo pat të shërbejë për 2 gjëra. E para që makina e bashkisë me targ AB 649 LD dhe shoferi i saj të rikthejë në punë të përditshme të këtij institucioni, pa u detyruar të vihen çdo ditë në shërbim të bashkëshortit të kryetarës. Dhe e dyta, që kjo e fundit ta shtyjë orarin e palestrës për në darkë dhe të rikthejë prioritetet që ka kryeqyteti. Sepse banorët e Tiranës nuk i kanë asnjë borxh kësaj zonje, përkundrazi.